ishte takimi I parë dhe konstruktiv që kaloi në atmosferë të vullnetit, të interesimit për t'i dhënë institucione të reja Republikës së Kosovës në përputhje me vullnetin e popullit. Aktualisht unë nuk mund të them që kemi ndonjë rezultat konkret, ndonjë të arritur që do të mund të ndaja me publikun. Uroj që kjo frymë e konstruktivitetit të mbyzotroj edhe në vijim dhe në përputhje me afatet kushtetuese të arrijmë që t'i konstitutojmë institucionet dhe në këtë mënyrë vendit t'i japim edhe kryetar kuvendi, edhe qeveri të re, kryeministër e po ashtu edhe president të ri. Pra, për bindjen time, vullneti është aty, atmosfera konstruktive duhet të vijoj të mbizotroj dhe në këtë mënyrë do të mund të jemi megjithatë optimist për rrugën përpara. Ju e dini që edhe nuk është as pak e sigurt nëse konsiderojmë që numri prej 80 apo 81, le të themi, deputetëve garanton kvorumin e nevojshëm. Andaj, siç e kemi thënë më herët, që është e nevojshme të kemi 84 apo 5 që të jemi të sigurt për rrugën përpara, njësoj vlen edhe tani. Unë kur I mblodha numrat e deputetëve 53 plus 22 plus 18, nuk thash edhe plus 7 për shkak se kryetari I AK-s nuk e ka konsideruar të arsyeshme të nevojshme që të takohet me mua. Unë besoj që është rëndësishme që të takohet me mua. Lëvizja Vetëvendosje është fituese e zgjedhjeve. Ne edhe nëse nuk do të jemi bashkë në qeveri, padyshim që do të jemi bashkë në institucione dhe në kohën kur takimet zhvillohen gjithandej, pothuajse secili me secilin, nuk besoj që është në rregull që një parti e respektuar parlamentare si AK-ja të refuzoj takimin me mua si kryeministër dhe kryetar I partisë fituese. Gjithashtu edhe partitë e pakicave, të cilët kanë qenë në të kaluarën bashkë me lëvizjen Vetëvendosje në qeverisje, ne nuk kemi asnjë arsye për të besuar që nuk do të jetë sërish njësoj, kështu që jo vetëm që kemi 50 deputet si lëvizje Vetëvendosje, po njëkohësisht I kemi shumicën e deputetëve në Kuvendin e Republikës, madje kemi më shumë se 61, që është minimumi I nevojshëm, por edhe një herë po e theksoj, nëse unë si fituesi I zgjedhjeve, kryetari I Vetëvendosjes, kam përgjegjësinë për formimin e qeverisë, zgjedhja e presidentit nuk është përgjegjësi vetëm e partisë fituese. Zgjedhja e presidentit është menduar që të ndodhë me një bashkëpunim me të tjerët. Andaj edhe ne piknisje do ta kishim një figurë konsensuale. Pra dikush I cili nuk është I asnjë partie politike, dikush që është përtej polemikave të skenës aktuale, dikush I cili ka vlera të dëshmuara, kombëtare, profesionale, qytetare, dhe në këtë mënyrë të jetë shprehje e unitetit ashtu siç e kërkon kushtetueshmëria jonë. Tash kjo është jo ideja jonë dhe kërkesa jonë, por tash jemi në fazën e konsultimeve me partitë opozitare, dhe me thënë me PDK-n dhe LDK-n që pranuan që të takohemi dhe të bashkëbisedojmë për një zgjidhje politike për rrugën përpara. Ne jemi të interesuar që të japim kohë diskutimeve, konsultimeve, në mënyrë që legjislatura 11 të ketë jo vetëm kryetar kuvendi e kryeministër, por edhe president. Faleminderit.